Prej gati 10 ditësh në Shqipëri ka nisur protesta të shumta kundër projektit të Zvërnecit nga familja e Donald Trump, pikërisht nga Ivanka Trump dhe Kushner. Megjithatë, këto protesta nuk janë fokusuar ditët e fundit të shumë tek Zvërneci, por kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Për të folur mbi të ardhmen e kësaj proteste dhe çfarë pritet të sjellë kjo protestë, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Reldar Dedaj. Reldar, faleminderit shumë për intervistën. Mirë se u gjeta. Si e pat këtë nisje të protestave, duke pasur parasysh që shumë prej nesh mendonin që në Shqipëri kjo frymë revolte ishte shuar me kohë? Mendoj që çdo protestë ka motivin e saj për të përshëndetur. Është një nga, do të thoja, një nga gjërat e mira që ka një shoqëri, pra një shoqëri që reagon, do thot një shoqëri që mendon, një shoqëri që shpreh emocionet e saj, një shoqëri që e njeh padrejtësinë, por duhet përtej kësaj pamje duhet të shohim realitetin realisht. Ajo çfarë i mungon kësaj proteste është mendimi. Mendimi për të bërë ndryshimin, mendimi për të goditur tek thembra akilit sistemin, mendimi për të reaguar qartë dhe mënyrën se si do arrihen këto qëllime që duhet t'i komunikojë një protestë e tillë kaq madhore për hir të vërtetës sa që është. Kishim kohë pa parë një protestë të tillë me entuziazëm, me target grupe të ndryshme, me një kolor të plotësuar sa i përket reagimit qytetar. Është për të përshëndetur. Por një lëvizje qytetare e cila po tentohet të materializohet, pra të marrë një formë kundra kësaj qeverie, kërkon të shoqërohet bashkë me mendim, bashkë me dije, bashkë me koncept politik, që vërtet kjo masë e madhe qytetare është ta përjetoj suksesin e këtij angazhimi. Nisur nga kjo pamje, unë nuk shoh asnjë premisë që mund të më entuziazmoj se kjo protestë qytetare mund të japi një impuls tjetër shoqërisë. Së pari shoh mungesën e ideve. Më vjen në mendje mënyrë të menjëhershme Solidarnoshin Poloni, ku në ato kantierën detar, ku sindikatat së bashku me pjesë qytetare shumë masiv të polak arritën të krijonin një val mendimi, një lëvizje politike. Sigurisht kontekstet historike janë të ndryshme, por ajo çfarë vlen të theksohet është që arkitekti i asaj lëvizje ishte Adam Michnik, ish gazetar i Financial Times dhe një nga 33 gazetarët më ndikim të botës. Nisur dhe duke marrë parasysh paralele ndoshta jo të ngjashme kohore, por të ngjashme në aspektin e entuziazmit qytetar, i mungon mendimi, i mungon dëshira për të sjellë diçka ndryshe për shoqërinë. Pak rëndësi ka të tentosh të hedhish në shesh ideet apo sakrificat e qytetarëve shqiptarë ose pamundësinë e tyre. Ne e dimë që sistemi ka ceduar prej 30 sa vitesh në Shqipëri. Problemi dhe pyetja që shtrohet në thelbësisht pyetja që kanë interes qytetar shqiptar është si do ndryshohet kjo gjendje. Me çfarë mjetësh do të arrijmë dhe ku do shkojmë? Atëherë unë mendoj që një nga problemet më madhore është mungesa e konceptit për të shkuar tek thembra akilit. Ndoshta liderat e asaj proteste që për hir të vërtetës një pjesë e tyre që janë ngritur në podium janë dukur shumë vulg me mënyrën e komunikimit të tyre, me mënyrën se si janë shprehur. Prandaj mendoj që kjo lëvizje duhet shkojë tek ndryshimi i sistemit. Ne kemi një sistem të kapur kulturalisht, kapur ekonomikisht, kapur politikisht, kapur mediatikisht, që lën shumë pak hapësira që element të ri të penetrojnë në jetën publike, ekonomike dhe politike të vendit tonë. Prandaj duhet kërkohet ndryshimi i këtij sistemi. Ky lloj sistemi që kemi ngritur ne, pra ky lloj pushteti i përqendruar tek 2-3 duar, e bën të pamundur liderin politik të mos skicohet si një autokrat.
interesat e mëdha ekonomike, shumë të mëdha ekonomike, do thoja, e detyrojnë liderin politik të t'i nënshtrohet këtij pushteti, këtyre interesave, sepse që të ketë gjatësi politike është i detyruar të futet marrëdhënie ekonomike me to, t'i ruaj, t'i josh, t'i mikloj, për të pasur akoma dhe më shumë pushtet dhe për të dërovitur interesat kombëtare në funksion të kësaj kaste ekonomike dhe politike. Unë mendoj që kjo është embra më e madhe e Akilit dhe nëse nuk do të shkoj protesta në këtë vijë logjike, çdo entuziazëm do të ishte i kohët dhe nuk do të sjellte asgjë pozitive për shoqërinë shqiptare. Mos harro, duhet guxim i madh t'i dalë shturmës përsipër dhe t'i jesh kundër turmës. Ne jemi një shoqëri e spektaklit, e emocioneve, e entuziazmit, por nuk duhet na pengojë që të themi aty ku nuk bien dakord me mënyrën e artikulimit të kësaj proteste, mos ta artikulojmë qartë pakënaqësinë tonë në raport me mënyrën se si po trajtohet protesta dhe mënyrën se si është kapur nga individ caktuar të lidhur me interesa, do thoja unë, shumë meskine, personale të tyre. Kryetar, në fakt besoni që ka ardhur koha që të fillohet të mendohet për parti të reja që mund zëvendësojnë PD-n dhe PS-n, pasur parasysh dhe sloganin e kësaj proteste Rama-Hamburg, Berisha-Hamburg? Po ne kemi shumë parti politike, ndoshta jemi raport me numrin e popullsisë, kemi aq shumë parti politike sa do të ishte kohë të flisnim për një subjekt tjetër të ri politik. Ne kemi nevojë për ndryshim sistemi. Dhe një ndryshim i sistemit pra ku peshën dhe rolin e jetës ekonomike dhe politike të një vendi e merr qytetari. Qytetari nuk duhet i lëshojë të drejtat e tij tek klasa politike, tek partia politike. Duhet i mbrojt ato të drejtat e tyre. Unë kërkoj një sistem, një ndryshim sistemi që në qendër të jetës politike, ekonomike dhe kulturore të vendit është qytetari dhe jo lideri politik, dhe jo bosi politik. Prandaj, për ta kuptuar ndoshta më qartë për opinionin publik, është që ne kemi një kryeministër i cili i bivedoset partisë politike, nënshtron partinë politike. Dhe kemi një parti politike që nënshtron shoqërinë, sepse deputetët, kandidatët për deputet, i përcakton kryetari i partisë. Partia ja imponon qytetarëve listën e saj të kandidatëve për deputet. Në jeta parlamentare kushtëzohet nga oreksi i kryetarit partisë, i cili në thelb parlamenti kontrollon qeverinë, por këtu ndodhe kundra, është përmbysur kjo, që është qeveria që kontrollon parlamentin dhe parlamenti është nënshtruar thjesht një zyrë notariale e ekzekutivit. Tu fillon paradoksi, pastaj futen interesat ekonomike që mjafton të komunikojnë dhe të joshin kreun e partisë pushtet për të marrë dhe për të ndarë Shqipërinë në një hart oreksësh që kanë një grup i caktuar biznesmenësh në Shqipëri. Prandaj për ta shkëputur këtë situatë, për ta shkëputur këtë oreksin e madh të klasës politike, e cila marrë në pushtete nënshtron qytetarin shqiptar, duhet të ndryshoj sistemi. Rilindja një partie demokratike me çfarë do lloji emrash qoftë, nuk do t'i sjellë asgjë të re qytetarëve shqiptarë, shoqërisë shqiptare. Unë prej 2 ditësh tashmë po dal dhe po artikuloj qartë këtë gjë për t'ju thënë qytetarëve se duhet të jenë të qartë në kërkesat e tyre. Duhet shkojnë tek thembra e Akilit, tek shpirti i sistemit. Nuk mjafton me rrëzimin e një emri. Emrat pak rëndësi kanë kur sistemi është i konsoliduar dhe farkëton një lider autokrat, cili do të jetë ai. Nesër edhe kjo partia re që është në pushtet, që mund të vjerë në pushtet, lideri i kësaj partie të re i imponohet qytetarëve dhe nuk e ndalon askush të skicohet edhe ky si një autokrat i ri. Ne kemi nevojë për një sistem që mbron qytetarin dhe i jep qytetarit të drejtat e tij tashmë të delegjitimuara. Qytetari e ka humbur pushtetin e tij, e ka humbur të drejtat e tij. Ato ja ka deleguar politikës dhe klasës politike dhe kjo është bërë vit pas viti në mënyrë konspirative ndaj interesit qytetar dhe kemi arritur në këtë fazë ku ky sistem prodhon autokrat dhe një klasë politike totalisht korruptuar. Prandaj qytetarët duhet i thrasin mendjes për të kërkuar një ndryshim sistemit që nesër aleat të kenë shtresat më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Nuk mjafton krijimi i një partie politike. Madje ata që po luftojnë për të krijuar një parti politike
thjesht tentojnë t'i bëjnë presion kësaj klase të vjetër politike, e cila është dhe arkitektja e këtij sistemi që ne kemi dhe për hir të vërtetës e ka degeneruar të gjithë sistemin ekonomik, politik, kulturor, madje dhe demokraci. Ka humbur ndarja e pushteteve. Nuk flitet më për ndarja e pushteteve ose kemi një zbeje të kufirit që garanton ndarjen e këtyre pushteteve. Kemi pak a shumë një individ i cili i ka mbërthyer në një dorë të gjitha pushtetet dhe e ka mbajtur peng shoqërinë prej disa vitesh tashmë. Çfarë mendon për akuzat që bëri Edi Rama ndaj protestuesve duke deklaruar që ka pasur forca të treta armiqësore që e kanë nxitur këtë protestë? Unë sigurisht tani kur protestat linden edhe mund të ketë ndërhyrje të tjera, por nuk është ky thelbi, nuk është kjo qasja. Unë mendoj që kjo protestë pa çka kritikave të mia dhe kritikave të disa individëve të tjerë që për hir të vërtetës jemi të pakët në këtë hapësirën publike, nuk do mund të shmangim pakënaqësinë popullore që kanë ndaj 13 vite qeverisje të Edi Ramës. Ajo çfarë është evidentuar qartë është që populli është i padurueshëm, nuk duron, pika ka shkuar deri në palc dhe pamundësia ekonomike, mungesa aksesit në burimet natyrore, ekonomike, kulturore të një vendi janë paksuar për stresën e madh ose pothuajse janë niveluar totalisht për pjesën e madhe të qytetarëve. Kjo është një fakt i evidentueshëm tashmë dhe nuk ka askush nuk mund guxoj t'i dali kundra. Por megjithatë unë kërkoj dhe njerëzit si puna ime që edhe pse me gishtat e një dorë kemi dalë kundra kësaj proteste në aspektin kundra, e shohim me skepticizëm një protestë të tillë është fakti se ata nuk po artikulohen qartë dhe nuk po e trajtojnë problemin për aty ku duhet kapur problemi. Unë mendoj që kritika më e fortë duhet ishte një artikulim i qartë i ndryshimit të sistemit dhe mënyrës se si do arrihet te ky ndryshim i këtij sistemi për të pasur nesër një fluks të ri kulturor, një hapje tjetër, një mundësi tjetër dhe qytetarët të ndihen vërtet të jetojnë jetën e tyre në vendin e tyre. Kjo mënyrë si e ka ndërtuar kjo klasë politike, këtë sistem politik, ekonomik dhe kulturor këtij vendi, i detyron qytetarët shqiptar gjithmonë të braktisin vendin e tyre dhe ky vend shkretohet gjithmonë më shumë. Pra, nuk ka një shtet ligjor, nuk ka një ekonomi tregu, nuk ka një sistem drejtësie, një ndarje pushtete etj. Kjo do të thotë që qytetarët duhet kërkojnë të kundërtën e kësaj gjëje që është shfaqur. Por kritika nuk duhet përqendrohet tek emrat, sepse problem është ky sistem i instaluar në tillë formë ku për hir të vërtetës e ka bërë të pamundur jetesën në këtë vend. Sa gjasa ka që këtë sistem ta përmbysin shqiptarët? Mendoj që shqiptarët nëse do të dinë të artikulohen, pra ata që kanë marrë përsipër ta drejtojnë këtë protestë, apo nëse ka një drejtues kjo protestë, duhet dinë të artikulohen qartë, duhet dinë të ngrinë problemet aty ku janë dhe streti të jenë shumë objektiv dhe konkret në raport me qëllimet që duhet të arrijë. Nuk mund të ketë 10, 15, 20 kërkesa. Mjafton vetëm një vetme, pra detyrimi që Shqipëria të futet në zgjedhje me një kod të ri elektoral ku qytetari të jetë në qendër të jetës politike, pra të ketë të drejtën e tij për të zgjedhur. Dhe jo t'ja imponojë kryetari i partisë, t'i imponojë kandidatin për deputet, sepse demokracia është përfaqësim. Mjafton që realizohet kjo dhe ne kemi dhënë kontributin më të madh për këtë shoqëri. Bashkë me këtë krijojmë edhe një forcim të demokracisë, një forcim të shtetit ligjor, një forcim të meritokracisë dhe të konkurrencës. Kjo është aspekti më themelor që duhet të kenë protestuesit parasysh. Pastaj Rama hik, Rama mburg, Berisha mburg, Rama largohu, Berisha largohu, ju të vjetrit jeni këtu, kjo është vullnet i qytetarëve shqiptar, por mjafton që gara të jetë e barabartë, qytetari të zdihet kë zgjedh dhe në jetën parlamentare dhe politike të këtij vendi të futet ai që don qytetari dhe jo ai që don kryetari i partisë. A ka mundësi të shkatrohet monopoli i bosëve politik? Kaq mjafton që Shqipëria, bosi politik, pra kryetarët e partive, mos të shndërrohen në bosa politik, t'u hiqet monopoli i
partive politike si SHPK, si biznese personale, sepse partitë politike, pavarësisht kontributeve të tyra, mirë apo keq, janë asete kombëtare dhe duhet trajtohet si tilla dhe nuk janë pronë individuale e dy individëve. Kaq po arriti protesta dhe kjo realizohet me një ligj ku qytetari të jetë në qendër të jetës politike, ekonomike dhe kulturore të këtij vendi. Kjo është kontributi më i madh që mund të bëjnë qytetarët shqiptar. Ka pasur revoltime edhe të shqiptarëve në vende të ndryshme të Europës. Çfarë mendoni për këtë lloj revolte dhe a ka ardhur koha që ndoshta edhe diaspora të ketë përfaqësuesit e vet dhe të mos ngelet vetëm te pjesa e votimit? Tani tu ka disa koncepte, megjithatë unë mendoj që kjo është një prodhim i mediave, i rrjeteve sociale apo mediave online, të cilat ku pushteti dhe interesat e një grupi të caktuar biznesesh nuk i kontrollojnë dot, por pa diskutim është dhe prodhimi i qindra kontenteve të njerëzve me mend dhe pa mend, të cilët kanë shokuar dhe shushatur ndoshta dhe mendjet e kthjellta të qytetarëve shqiptar. Unë mendoj që duke ju referuar një artikulli të The Economist për socializmin e gjeneratës Z, mendoj që ka dhe lloj impakti edhe kjo, sepse parulla që kam parë në këtë protestë, edhe parulla që kam parë në ato protesta që janë bërë në disa qytete të tjera të botës, nuk më lën përshtypjen ose nuk më lën të mos mendoj për faktin se kemi një socializëm të ri. Ajo çfarë e përkthen gjenerata Z ose e përfaqëson tashmë më së miri gjenerata Z. E kemi parë si një produkt politik të hapur tashmë masivisht në Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi parë në Kanada, e kemi parë në Britani, e kemi parë edhe në Francë dhe sfundi po e shohim edhe në Shqipëri, madje e kërcënuar dhe e friksuar duket edhe Italia me këtë lloj stili të protestës të kësaj gjenerate. Është një protestë, një socializëm i ri i cili vërtet është i bazuar jo më tek ndarjet e mëdha raciale apo identitare, por është i fokusuar tek problemet e përditshme jetike dhe kërkon zgjidhje të shpejta ku barrën e madhe ta marrë shtresa e pasur, pra garantimin e aksesit tyre në pronë, qera, në shkolla publike e tjera, pesha të bjerit tek shtresa e pasur nëpërmjet taksimit të lartë të tyre. Ky është një lloj socializmi i cili ka një përhapje masive dhe vjen si urrëtie e kapitalit, vjen si urrëtie e investimit, vjen si urrëtie e njerëzve të suksesshëm dhe njerëzve të punës, që pa çka kësaj harrojmë aksesin dhe mira punësuar që bëjnë këta me punën që bën kapitali privat në punën e tij të përditshme. Megjithatë nuk kam parë dhe nuk shoh ndonjë mendim apo ndonjë koncept ndryshe që kjo shoqëri të kishte një impuls tjetër, një kreativitet tjetër, vërtet për të goditur këtë klasë politike. Në qoftë se do vazhdoj ky nivel vulgu, i cili e kemi parë këtë ditë të fundit nëpërmjet ngjitjes podium, do shohim që kjo protestë nuk do kishte mënyrë më spektakolare për t'u asfiksuar apo për t'u delegitimuar në sy e gjithë qytetarëve shqiptar, por edhe më tej. Eldar, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi gjithmonë.